Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu në falëndrojmë, atë e madhrojmë, për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavatet dhe selamet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. Në këtë teravi, në këtë natë, vazhdojmë me një pjesë tjetër për bërëset namazit. Sikur se filluam me tekbirin, folëm për rukun, tani do të flasim për sejdën. Sejdëja adhurimi më i madh që e bën njeriu për Allahun dhul xhelal. Pozita më e ndershme e njeriut ka shi Allahu dhul xhelal. Pozita ku ai manifeston 100% për uljen dhe nështrimin e Allahu subhanahu wa taala. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se edhe sejdja është pjesë përbërëse e namazit, dhe se pas sejdë nuk vlen ai rekat dhe duhet përsërit domethënë ai namaz. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që në këtë moment, në këtë përulje, do të përmendim Allahun duke thonë Subhane Rabbiyal A'la. I lartësuar qofsh o Zot që je më i larti. Shiko, ti e vendon ballin më ult në tokë dhe thua i lartësuar qofsh ti Allah që je më i larti. Për më manifestu se ti i përulesh në pikën më të ult atij që është më lart se gjithë krijesat se çdo gjë që ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Dhe pastaj në këtë sejdë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Pozita kur njeriu është më afër Allahu dhul xhelal Zotit e vet është në sejdë. Andaj fakthiru fihi min ad-du'a, andaj sa më shumë dua bani në sejdë. Pa shikoni kjo pozitë ku ti manifeston për uljen në nështrimin, për kuljen tonë ka shi Allahu dhul xhelal. Sa që këtë ballë që është pjesa më e lartë e trupin tan e vendon në tokë për të përul, për të nështruar Allahu subhanahu wa taala. Dhe tash në këtë moment kur ti e manifeston këtë adhurim tëndin dhe Allahu dhul xhelal, Allahu ta ka qenë një derë të madhe dhe të ka thonë bën sa më shumë dua, lutu sa më shumë Allahu dhul xhelal se lutja jote në atë vend pranohet. Andaj besimtari në këtë moment kur e fal taravin dhe i fal të recate dhe i bën këto sejdë, zëre kur është në sejdë duhet me kujtu këtë element se je afër Zotit dhe bën dua se duat tuaja mund pranohen. Dhe kjo tash na e kujton një meselë tjetër që e folëm pak më herët, se taravia duhet falet ngadalë që t'i jepet mundësi njeriu të bën përveç Subhane Rabbiyal A'la të bën edhe sa më shumë dua, se në këto momente duaja bëhet kabul. S'ka dyshim se njeriu duhet mi përul Allahut, mi bë sejdë e gjithë trupi i tij, mendja e tij, zemra e tij, jo vetëm balli i tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha." Jam urdhëruar të bëj sejdë me 7 gjymtyra. Dhe tha me 2 duar, me 2 gjunjë dhe me 2 kam, dhe pastaj tregoi domethënë me ballin e tij dhe hunën e tij. Kjo është sejdë e plot, dhe nëse e ngrit kamën gjatë sejdës, domethënë e ke dëmtuar sejdën nuk është e plot. Pra ky lloj i përuljes plot, gjunjt i kin në tokë, gjunjt i kin në tokë, shuplakat i kin në tokë, ballin dhe hunën e kin në tokë, kjo përulje nuk gjendet askund dhe nuk i bëhet askujt veç Allahu subhanahu wa taala. Dhe në këtë moment duhet edhe zemra jote me i bo sejdë Allahut, edhe mendja jote me i bo sejdë Allahut. Çfarë kuptimi? Kuptim që kjo zemër ku të ballafaqohet me vendimet e Allahut ti dorëzohet tërësisht, ti nështrohet tërësisht. Dhe kjo mendje kur vjen para fakteve dhe argumenteve që i sjell feja, Kur'ani dhe Suneti ti dorëzohet dhe të mos rebelohet e të mos t'i kundërshton ato. Kjo është sejdë me kuptimin e gjerë. Kështu të me qenë jeta jonë duke i bërë sejdë Allahu dhul xhelal. Këtë të domethënie, këtë të kuptime, ti kesh parasysh kur ti e bën sejdën Allahu dhul xhelal dhe këtill të jemi namaz dhe jashtë namazit, atëherë do të jemi besimtarë të mirëfillt. Andaj Allahu dhul xhelal për këtë lloj sejdë, në këtë kuptimin e thot Allahu ajeti kuranor: "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima." Pasha Zotin tan, ata nuk janë besimtarë të vërtet të mirëfillt përderisa nuk të marrin ty si arbitër në çështje divergjence mes tyre dhe pastaj të mos gjejnë në shpirtin e tyre refuzim dhe
mos pranim të vendimit tanë dhe t'i dorëzohen këtij vendimit të rësisht. Kjo është kuptimi i sejdës, t'i dorëzohesh të rësisht Allahut në vendimet e tia, në urdhnat dhe ndalesat e tia. Nëse kështu jeton muslimani, atëherë sejdja e tij ka kuptimin. Nëse i mungon këto kuptime, pikpyetje sa është e plot edhe tamam ajo sejdë. Allahu na mësoft t'i bëjmë sejdë të vërtet Allahu Dhul Xhelal me të gjitha këto kuptime që i përmendëm dhe shumë tjera që ndoshta nuk na lekoha për t'i përmend. Allahun e lutim të jap khejr dhe bereqet, të na pranon adhurimet tona. Zoti ju shpëleft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha